Një herë ku posi shok i vllot, mandej më ka lind dëshira më shumë. Në ndërkohë vlla jam ja ka propozu një familjare timen. I thejsha asojna, evident që ja prisha me domethënë adin për burrin. Cilat vite je dashuru ti? Unë jam dashuru kur kam qenë studente, Vitet? 84-85. Vitet 70-80, okej. Muj me thonë ndërlidhje familjare. Familja ka qenë. Po, për arsye se bashkëshorti tim ka qenë shoku më i ngushtë i vllau tim. Për ndryshe kum përmend edhe me një emision tjetër, ky ka qenë i Prishtinës, unë e fshatit, ka ardhur. I kem një 8 vite diferencë dhe një herë ku posi shok i vllaut, mandej më ka lind dëshira më shumë. Edhe në ndërkohë vlla jam ja ka propozu një familjare timen. Edhe mandej une i thejsha asojna, evident që ja prisha me domethënë adin për burrin. Edhe mandej rastisi, pas 30 viteve, takohemi me një rast vdekje, shkonu me po, nuk ishëm po, mëti ajo ishte martu jashtë. Ajo që ja ka Unë dhe ajo, po, edhe mandej ajo nuk me di edhe u takonëm, kishte vdek ajo nana saj në mosh, edhe u kriju pak aty pak edhe një farë muhabeti, se njerëzit po shkojnë edhe me po dikend, edhe në ndër tjera në pyti, teze, po t'i qysh folë si me turra kështu adin, teze me kënë i martu, ajo dike si matematik me kënë i martu se po më ka po mos kur gjën televizor. Edhe unë i thash jo martu me agimin, tha o qaj djali që më thëki doja mu, thash bash qaj. E pse teze tha atëherë bakeshe, thash se dësha me morë për veti kështu shkotir. Avokate, direkt.